që na prej atij njoftimit që do në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës që pezullohen negociatat për fillimin e dialogut zyrtar strategjik, se dialogu strategjik fillohet me palë kur njerë bën negociata paraprake, pastaj fillohet. Do të thonë nuk u kanë plan, po nuk u kanë i fillum, po u pezulluar procedurë. Pastaj ka pas lajme, ka pas ngjarje, evente jashtëzakonisht të shumta që kanë tregu që Shtetet Bashkuara të Amerikës absolutisht se kanë humbur fokusin për Kosovën. Përkundrazi, kemi pas veprime jashtëzakonisht ndërvepruese të mira nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në fushën e sigurisë. Sot do patëm një lajm që ku me Ministrinë e Punëve të Brendshme me doganën ushtruese të tyre së ambasadorës i bën një donacion për mbrojtjen e kufeve rreth 50 milionë, mos gaboj, domethënë sot është. Njëjtën kohë dhe këto veprimet që i kemi sot në Davos, veprimet paraprake të presidentes, dhe këto besoj që kanë kulmu dhe po kulmojnë ashtu siç duhet jetë, që të kemi ndërveprim dhe të konsiderojmë partner strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës si një i tillë, duhet ne të ushqejmë në vazhdimsi dhe të mirëmbajmë raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Diaspora e Kosovës po ashtu është një brum jashtëzakonisht i fortë që bën një gjë të tillë. Në kohët fundit jam shpesh andej dhe shoh që Shtetet Bashkuara të Amerikës, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët në përgjithësi trajtojnë jashtëzakonisht mirë. Përkundër këto kthimi lajme pompoze për dëbime, vizat e këto ndoshta edhe pse mund me proceduralisht, po as ka ende një rast që kanë dëbosur një rast vetëm deportimit, përkundër që kemi qindra mira nga Amerika Latine. Ka me 10 mira pa dokumenta atje, po ende nuk ka një lajm të deportimit të ndonjë shtetasit të Kosovës. Që tregon që kanë një çështje jashtëzakonisht tjetër dhe vlerë është e madhe, është baza më e mirë, është kjo historia jonë, është pra me amerikanizmi i jonë që nuk ekziston në shumë vende të botës. Këta duhet ta marrim si ato dhe si bazë fillestare dhe historia raporti, sepse kur i tregon shpesh atyre, kur i tregon që si ju na keni bën me fjalë kështu popullore, na keni hek lakin pi qafës, dhe çysh jemi në shtet në Evropë, 90% musliman, dhe jemi shteti më pra amerikan në botë, ata ndihen jashtëzakonisht mirë, ndihen shumë krenar dhe ne duhet të vazhdojmë në një gjë të tillë dhe të ndihmojmë kurdo që duhet. Sot Kosova është me këtë shkrim deklaratës është eksportuese e paqes në botë. Derisa kemi qenë deri tash importues të paqes, ky moment është eksportues i paqes. Domthonë bordi i paqes në botë për në shkruan me me ndihmu Amerikës. Duhet me kuptuar që